Matronimet shqiptare. Mbiemrat matronomik janë ata që rrjedhin nga emri i nënës, gjyshes ose një gruaje tjetër të njohur të familjes, jo nga babai. Te shqiptarët kjo ka ndodhur kur figura mashkullore mungonte, vdekje, mërgim, kur gruaja kishte status, autoritet, ku emri i nënës u bë identifikues. Si janë formuar mbiemrat nga matronimet? Emri i nënës plus prapashtesë. Prapashtesat më tipike janë AJ, I, U, E. Shembuj: Maraj nga Mara, Lulaj nga Lule, Dajçi nga Daje, Prena, Prenaj nga Prende, Ndoçaj nga Ndoça. Këto janë shumë të zakonshme në veri, malsi, mirëditë, Dukajgjin. Raste historike dhe zakonore. Në kanunin e Lek Dukajgjinit, familja identifikohej zakonisht nga babai, por në mungesë të tij, emri i nënës mund të përdorej veçanërisht kur ajo ishte kryefamiljare. Këta mbiemra u trashëguan brez pas brezi. Ku janë më të përhapur mbiemrat matronomik? Veriu i Shqipërisë, Kosova, Malësia e Madhe, Dibra, Mirdita, Tropoja. Në jug janë më të rrallë, por ekzistojnë raste të izoluara.